Përshëndetje të dashur miqtë e mia, ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtë herë për të folur për Ledion Liçon. Ledion Liço, siç duket, ka tërhequr përsëri vëmendjen e audiencës shqiptare, këtë herë jo duke reklamuar ndonjë nga emisionet apo nga projektet e Top Channel që në fakt i ka pandalur fare, por duke bërë një postim intrigues në rrjetet e tij sociale. Në llogarinë e tij në Instagram, Ledioni ka publikuar një foto ku shfaqet ndryshe nga zakonisht. I ulur, me sytë e mbyllur dhe me një shprehje të fytyrës që reflekton shumë lodhje, mërzi dhe thellësi mendimesh. Ai ka arritur të ngjallë qindra reagime nga ndjekësit e tij besnik. Në postim nuk kishte asnjë lloj përshkrimi, asnjë fjalë shpjeguese, vetëm imazhi i tij i heshtur dhe i përqendruar në diçka që në fakt mbetet mister. Kjo ka mjaftuar që ndjekësit fillojnë të spekulojnë mbi arsyeën e këtij postimi. Disa kanë menduar se bëhet fjalë për një moment reflektimi nga jeta e tij personale, një çast meditimi dhe vetmie. Të tjerët kanë dyshuar se moderatori mund të ketë kaluar një periudhë të vështirë apo ndonjë situatë emocionale që e ka prekur thellë atë. Tani, Ledioni ka postuar ditën e djeshme një fotografi në Instagram. Fotografia ka qenë me një portret të dhimbshëm, me një portret të prekshëm, me një portret lëndues. Dhe kjo fotografia ka bërë xhiron e rrjetit. Të gjithë duke shkruar çfarë po ndodh me Ledionin, mos vall i ka ndodhur diçka në jetë, mos vall shëndeti i tij nuk është mirë, mos vall është tepër i lodhur nga puna, nga të gjitha projektet që sjellën televizioni Top Channel, dhe unë duke uruar me zemër që në këto 2 të para të jetë perfekt, do ndaloj tek e treta. Them që Ledioni është lodhur shumë dhe ka patur nevojë për të medituar, ka patur nevojë për të krijuar energji të reja, ka patur nevojë për të krijuar energji të bukura dhe sot është këtu pranë nesh për të na sjellur gjithmonë pozitivitetin. Komentet poshtë fotos ishin të shumta dhe të laramanishme. Disa ndjekës i shprehën mbështetje dhe i uruan forcë. Të tjerët e ngacmuan duke i thënë se çdo gjë që po mendon duhet ta ndaj me publikun. Kishte edhe nga ata që menduan se ky postim ishte një paralajmërim për një projekt të ri televiziv, pasi Ledioni është i njohur për mënyrën se si di të krijoj kuriozitet dhe pritshmëri para çdo angazhimi të madh. Megjithatë, deri më tani, moderatori nuk ka dhënë asnjë reagim apo asnjë lloj sqarimi. Heshtja e tij vetëm se ka shtuar misterin dhe ka ndezur më shumë interesin e publikut. Nuk është hera e parë që një figurë e njohur publike zgjedh të komunikojë përmes imazheve dhe jo fjalëve, duke i lënë ndjekësit të interpretojnë vetë kuptimin e tyre. Ledion Liço është një nga figurat më të dashura të ekranit shqiptar. Karriera e tij e gjatë, projektet e shumta televizive dhe mënyra e veçantë e prezantimit e kanë bërë të jetë gjithmonë në qendër të vëmendjes. Por ndryshe nga imazhi i tij karizmatik dhe energjik që shohim në skenë, ky postim tregoi një anë tjetër, më të brisht, më njerëzore, ndoshta edhe më të sinqert. A është ky një mesazh i fshehur, një sinjal për diçka që po vjen, apo thjesht një moment introspektiv i moderatorit të njohur? Përgjigjja mbetet ende e paqartë, por një gjë është e sigurt, Ledion Liço i doli të tërheqë sërish vëmendjen dhe të bëjë që publiku të flasë për të. Ledioni ka reaguar në një formë shumë të qetë, edhe pse para se Ledioni të bën këto postime ka patur kështu reagime të tipit që Ledioni dhe Sara janë ndarë, marrëdhënia e tyre është e prishur, çifti nuk është më siç ka qenë, jeta e tyre ka ndryshuar, por Ledioni dhe Sara dolën duke punuar me shumë intensitet dhe po sjellin projekte shumë të bukura, ndërsa në anën tjetër kemi thashë theme të ndryshme. Unë mendoj që e fundit mbetet lodhja e Ledionit, i cili ka punuar me shumë intensitet. Top Channel filloi me një sër dinamikash dhe me një energji shumë të bukur në sezonin e ri. Do me thënë, kanë sjellur shumë ndryshime, kanë sjellur shumë projekte që konkurrojnë fort si në YouTube dhe si në media, por në anën tjetër
Ledion Liço pritet që të sjell emisione bombastike, domethënë pritet që të sjell namin e gjërave në rrjetet sociale, por njashtu edhe në televizion. Mosvall bëhet fjalë për një emision ku do të shohim ndonjë nga ish banorët që do ta qaj fare emisionin që është duke punuar Ledioni. Kjo do të mbetet për tu parë në ditët në vazhdim, por gjithsesi të gjitha hamencimet dhe këto lajmet apo titujt kryesore që në fakt po shkruhen për Ledionin, që Ledioni ka problem shëndetësor etj, do të thënë janë lajme të reme dhe do kisha lutur, në fakt do kisha dashur të mos i besojmë fare. Ne do të takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.